Tragedja në familjen e Gjestit ku humbi jetën vëllai i tij, vetëm 15 vjeç. Egli tako me mesazh ngushëllimi për familjen Kelmendi, doja shumë të mos e lezoja kur një lajm të tillë, e të mos e besoja. Me spikëllimit, shumë figura publike dhe ish-banorë të Big Brother VIP Albania kanë shprehur ngushëllimet e tyre. Një mesazh prekës ndau edhe Egli Tako, ish-partnerja e Gjestit, e cila shkroi në një postim: "Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta. Doja shumë të mos e lezoja kur një lajm të tillë, e të mos e besoja. Më dhem zemra. Zoti ju dhënë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe, e shpirti i të voglit tuaj pushof në paqe." Gjithashtu, ish-banori i Big Brother VIP, Gjibani, ka marrë vendim që të mos publikojë këngën e tij të parapar me këngëtaren Vesa Smolica. Ai gjithashtu ngushëlloi familjen Kelmendi duke thënë se nuk mund të gjente fjalë për rastin e rënd. Por ajo që nuk pritej ishte reagimi i Jozit, i cili harroi mos marrë veshjet me Gjesti dhe, pasi mori vesh për aksidentin e vëllait të Gjestit, ai shkroi: "Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re, na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballur dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit." Familja e Gjestit ka njoftuar se sot, më 27 shtator, do t'i jepet lamtumira e fundit të ndjerit Eldion. Ceremonia mortore do të zhvillohet në varrezat e fshatit Pavlan, duke nisur nga ora 5 mbasdite, ndërsa kortezhi do të niset nga shtëpia e të ndjerit. Një jetë e njom që u shua para kohe, një dhimbje e cila nuk shërohet lehtë. Ngushëllime të sinqerta familjes Kelmendi për këtë humbje të madhe.